dy gjëra këtu Dori. E para, deputetja ose kongresistja Ana Paulina Luna është një kongresiste që është kundërthënëse, por është shumë e zoja, për shkak se ajo si mandat të vetin prej, domethënë mandatin që e bart prej Floridas e ka për ti shpartallu të gjitha sekretet e federatës. Domethënë, thot ajo duam ta dim të gjitha sekretet, duhet t'i dim të gjitha sekretet, të gjitha duhet të deklasifikohen. Edhe këtu është prirja republikane sepse ajo është mbështetëse e magës. Presidenti Trump për nga natyra po ashtu gjëja parë që ka bërë ku ka shku në vitin 2016 ku ka fitu pushtetin, është ka dash të di për JFK, ka dash të di për Roswell crash, edhe ka dash të di për MK Ultra. Kanë qenë edhe premtime prezidenciale, të gjitha. Atëherë u bën natyrisht premtime prezidenciale. Por historikisht çdo president modern, sidomos ata prej Reagan e deri tek Obama kanë qenë inkuizitiv, kanë qenë shumë të kurioz për këto fenomene. Por presidenti Trump e pa të bërë siç the ti, Dori e bëri pjesë e plan programit politik dhe premtimit elektoral. Edhe tash ai duhet me çu deri në fund këtë mesazh. Kështu që Luna po mundohet që nëpërmjet krijimit të kësaj task force, të gjitha këto të këqija që ka ndodhur, sepse mos harrojmë Dori, 53-73 MK Ultra, tumica e njerëzve, e pacientëve t'i quajmë, e viktimave do t'i quajmë ne, në fakt, kanë qenë amerikano-latin, sepse ka dhe tendencat e racizmit këtu. Luna është vetëm me origjinë nga Amerika Latine, kështu që edhe për të është një luftë. Pra është lufta politike personale edhe republikanëve që po bëhet tashmë në Kongres me këtë komisionin, por në anën tjetër këta po duan që ta largojnë deep state. Ne kemi folur shpesh për efektet e deep state. Është një psikozë në Amerikë që natyrisht ka shumë të vërteta aty, e shohim për shembull me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë çapo ndodh. Është një psikozë në Amerikë që deep state i ka dëmtuar dhe interesat amerikane. Tash është shumë interesante kjo se ndërlidhet edhe me fuqinë dhe efektin që ka lobi hebrej për shembull tashmë, që është dobësuar. Tash teoritë e fundit thonë që domethënë deep state pushtetin e pas kanë mbajt lobi hebrej në Amerikë. Pra me dobësimin e lobit hebrej ose me dobësimin e deep state u dobësua edhe lobi hebrej, kështu që sot e a ditë lobi hebrej nuk ka aq pushtet sa kanë pas në presidencat ose administrata tjera. Pra ideja është që shkohet deri në fund me MK Ultra, me JFK, por të vihet deri te momenti Dori që brenda një viti, brenda mandatit të presidentit Trump, të dalin edhe të zezat e tjera gjatë administratës së presidentit Biden në lidhje me COVID. Kanë filluar hapjet normalisht, kanë filluar hapje, transparenca, është shumë interesante e gjithë kjo hapje e të gjitha atyre kutive të zeza, të cilat janë konsideruar të mbyllura, hermetike, të paprekshme në presidencat e tjera, tani po hapet pak nga pak. Por un kam një pyetje në fakt, Emanuel, i nderuar, a mos është më e rrezikshme se sa mos hapja e gjërave, hapja e pjesshme e tyre? Pra, a duhet një hapje e plot apo e pjesshme? Ndonjëherë të vërtetat, gjysmë të vërtetat janë më të rrezikshme se sa mungesa e së vërtetës, kam përshtypjen. Kështu që a do të shkohet drejt një hapje të plot apo do të lihen gjërat për gjysmë? Po, unë mendoj që është e pamundur të hapen të gjitha gjërat për plot. Shiko për shembull Epstein Files, dosjet e Epstein, por edhe në anën tjetër me UAP. Tash me UAP kanë parë gjëra që po të dalin, po të plasohen në publik, në domenin publik, kanë filluar të krijojnë një farlloj, është një farlloj si themi, një farlloj qetësie, nuk po bëhet shumë zhurmë, por ka materiale tjera të cilat po të plasohen do të mund të trazonin shumë pa. Absolut. Prezenca e qenieve hibride, prezenca e materialeve ndryshme që kompleksja ushtarak amerikan përdor ose akoma sot i motorizon dhe i mekanizon, janë shumë gjëra të cilat mos flasim këto fenomenet hapësinore. Kështu që unë jam shumë skeptik që do të shkohet deri në fund. Mos harrojmë se presidenti Trump edhe nuk ka shumë kohë, si ka 2 vite. E vërtet. Tashmë kemi pa vëmendjen e fundit ja ka përkushtuar Kinës sepse po don t'i fitojë me çdo kusht zgjedhjet e midtermit. Edhe pas zgjedhjeve midtermit mund të kemi konfrontim me Kinën, kështu që kjo do ja reduktoj fuqinë e tij, shkoj më thellë. Edhe në anën tjetër Dori Paulina Luna thot në disa podcaste, po është shumë e vështirë, kam shumë të vështirë të shkoj deri te niveli 12.
Niveli 12 Niveli 12 është i fundit, maksimali. Ai personi i fundit që shkon e merr dosjen, edhe ai person ose ajo e di se ku është dosja, edhe ai ose ajo është që e dorëzon tek zyra saj. Nuk e di nëse tani po them diçka time, nëse do t'ishte e dobishme, thellësisht e dobishme edhe informacioni i nivelit 12 për këdo në këtë planet, domethënë. Po gjithsesi e kam fjalën për informacione të cilat ndikojnë jetën tonë edhe në botkuptimin tonë në lidhje me atë çka na rrethon, me vërtetësinë e asaj çka na rrethon. Shiko, Manuel, ne mund të flisim pafund dhe unë besoj do të kem kënaqësinë në sezonin e ardhshëm t'ju kem në lidhje me çështje të tilla. Por pyetja ime e fundit është, duke qenë se kemi të bëjmë me një shtet demokratik, një temi simbol të demokracisë së Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një demokraci funksionale, ndryshe nga Kina, po ish Bashkimi Sovjetik apo vende të tjera, në cilat mund të jenë zhvilluar dhe zhvillohen, le të themi, programe të tilla. Thelbësore janë edhe të drejtat e njeriut, fakti që është kryer gjenocid. Si do të operohet në lidhje me këto ligje, pra me mbrojtjen e drejtave të njeriut në dritën e zbulimeve të fundit? Pra, a do të ketë edhe gjyqje apo hetime në lidhje me persona të caktuar që mbajnë përgjegjësi për këto krime kundër njerëzimit? Jo, për shkak se gati 99% të njerëzve që kanë qenë pjesëmarrës kanë vdekur tashmë, e para. E dyta, dosjet, siç e tha më herët, janë djeg nga Richard Holmes në vitin 1973. E dyta, e treta është shumë më ndërlikuar për një administratë 4 vjeçare, siç e tha më herët, të futet me thellë dhe të dalit deri në fund kësaj. Edhe e katërta është një historie që tashmë shiko se edhe ky në far këto media sociale që kemi sot janë pjesë MK Ultra. Është një MK Ultra version i ri dori. Mediumi juaj. Operacione psikologjike janë të tëra në një farë mënyrë. Absolutely, kështu që ata po testojnë ritmin e pëlqimeve në Instagram, në TikTok, ritmin e vëmendjes që po kanë këto farë lëshimet e fundit, dosjet e Epstein, prej dosjet Epstein deri tek MK Ultra, edhe nuk po duket që ka apetit dori, përveç neve që jemi një gjenerat X, një gjenerat, si themi, që kemi qenë në tranzicion mes të manualit edhe teknologjisë, ne jemi shumë më të përpikt, jemi të mashtë. Shumë interesante kjo. Nuk janë të interesuar, nuk i let për shtypje. Kështu që për njerëzit e nivelit të 12, kjo është shpëtim. Edhe unë nuk mendoj që do të kemi diçka, nuk mendoj që do të kemi diçka të vyer ose diçka që do i shërbej ose do të shohim në Nuremberg për shembull. Ky personi ka qenë përgjegjës, ka nënshkruar këtë ose atë. Kështu që nuk e besoj, nuk është duke shku, edhe nuk është me të thënë të drejtën, Dori, nuk është tendenca administratës Trump ta bëjë një gjë të tillë, sepse fundit mos harro, një masë e madhe e paras sot e pasurisë amerikane është kriju, deshëm ne apo s'deshëm, është kriju nga këto projekte, nga këto eksperimente. Është e vërtet, por është po aq e vërtet edhe fakti që mund të krijohet një precedent i rrezikshëm i krimeve të pandëshkuara